Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela ka akuzuar sot se urdhri për ndërprerjen e korridorit 8 vjen nga Beogradi, konkretisht nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Akuzat e tij Sela i ka argumentuar me një deklaratë të ministrit të transportit dhe infrastrukturës së Serbisë Goran Vesić, të transmetuar nga Agjencia Bullgare e Lajmeve BGN-s në tetor të vitit 2024. Ministri serb kishte deklaruar atëherë se Bashkimi Evropian e detyroi korridorin nga Bullgaria në Shqipëri, si dhe atë nga Rumania në Greqi. Ne kemi parandaluar këtë skenar të errët për Serbinë me vendimin e Aleksandar Vučić për të filluar investimet në linjën hekurudhore të korridorit 10, ka thënë ai, duke shtuar se Serbia duhet të luftojë që të bëhet qendra nëpër të cilën kalojnë të gjitha linjat hekurudhore. Artikulli i Agjencisë Bullgare shkruante në vitin 2024 se zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, madje u përpoq të ridestinonte fondet e korridorit 8 për korridorin 10. Sela përmes një postimi të publikuar në Facebook i ka përthirrje koalicionit vlen që urgjentisht të bllokojnë këto projekte o kurzeza të botës serbe, siç është shprehur ai, ose të paktën të distancohen nga kjo qeveri. Kjo është e vërteta e devijimit të korridorit 8, vendim për të bllokuar aksin Trebeniqi-Strug, me çka Struga përjashtohet nga korridori 8 dhe mbetet e izoluar totalisht. Kemi informacione të sigurta se pas Strugës do të izolohet edhe rajoni Pollokut dhe Korçovës dhe prioritet do t'i jepet ndërtimit të një autostrade Manastir-Ohor, me çka korridori 8 devijohet dhe lidhet me korridorin 10, ndërsa Serbia bëhet e përfundimisht epiqendra dhe bllokon lidhjen e vendit ton me perëndimin. Në lidhje me ndryshimin e paralajmëruar të trasesë së korridorit 8 kanë reaguar sërish edhe nga BDI, prej ku thonë se me këtë po anulohet një korridor strategjik me interes të madh shtetëror, ndërsa kritikoi vlenin se po heshtin. Arsyetimi se kjo po bëhet për shkak të UNESCO-s është një justifikim i dobët për ata që duan të gjejnë arsye për të mos bërë punë. Kur ka vullnet politik, gjenden zgjidhje. Kur nuk ka vullnet politik, gjenden arsye. Problemi nuk është teknik, problemi është i qëllimshëm dhe politik. Dhe për këtë përgjegjësia bie drejt për drejt mbi vlenin. Reagimet e partive shqiptare vijnë pasi kryeministri Hristijan Mickoski së fundmi paralajmëroi se pjesa e korridorit 8 që kalon nga Trebeniqi deri në Qaftan nuk do të ndërtohet për shkak të vërejtjeve që kanë marrë nga UNESCO. Kujtojmë se korridori 8 është një nga 10 korridoret e transportit pan-evropian dhe lidh detin Adriatik me detin e Zi përmes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë, ndërkaq korridori 10 kalon nëpër Austri, Sloveni, Kroaci, Serbi, Maqedoni dhe Greqi.